merr Durrësin. Bëri listë mirë Durrës. Igli Sara ka pas koleg që në 2009. Erbil Bashi është bori but, pavarësisht problema. Erbil Bashi, njëri i mirë, politikan i qetë, që temi të qartë, Luku, të kishte emra të mirë, dhe mbajtën 86-ën në Durrës, që do të thotë pra një vend me listë mirë, po pse që ka më i vështirë Elbasani, jo. Durrësi bites është më i vështirë sepse është më konglomerat me prurje në gjëra, ne jemi më venali në Elbasan, dhe ne ishte lista e mirë në Elbasan. Me mua, me Zheni Gjegjen, sepse ta thash edhe herën e kaluar që do të kujtohet është hera parë që komuniteti i krishterë i papërfaqësuar në Elbasan. Rëndom të dëgjojnë që themin e popullore të Elbasanit janë çopet e lagjes Skala, të lagjes Shinkoll, poshtë ke kryqëzimit Sarrikut, që ke pasur ata që 12 që ka Turqisë që janë mendjet, ato janë mendjet të Kalas papërfaqësuar. Është të mërshme. Pra kjo për një lista të mira do ishim 86, se nuk e mundi pësënë më, nuk e mundi, që njëherë dori 77 në aty. Se më di, jo pëzënë në kështu, edhe pranaj, edhe po të isha në 4 bashki, po të garantoj, 100%, diferenca PS, PD do ishe 3.000 vota, favor PS-s, Peqin, Belq, Sarri Gramsh, tani vajt 15. Ka që shësi është ke punë. Ka që shësi është. Numërët marrejt. Themi gjë tjetër. Vota jo zyra e PD-s në Sarrik, besoj që ke marrë informacion. Po, e di. Ishim materialet e mia, kompjuterat e mi. Unë e përkëto, s'kishin zyrë që ketet, i mora zyrë, i pagova zyrët, e ty në vene tjera, i pajisim me materiali, me që përpunu si gjithë njëre të gjithashtu. Sa që janë, a i doli kandidati, e bëjmë nesë po deshe si 2000 se njëshin ju. Po pra e di gjohë pak. Po gjotë, komplet! Se unë e dhja, ma kishtë thënë radhën e kaluar që e kam pajisuru në zyrën, do më. Po si mund të dane, po ti du të kafshësh gjumë për para se desh fjallëm. Se ti nuk je më individi, i them unë tyre. Unë kur flas, kur shikoj, kur dëgjoj, kur bëj deklarata, menoj që mbas meje ke 10.000 tjerë. Peqinit, jo të qytetarët të votuar. Ka qenë penalizuese deklarata e Alizotit kur tha do t'ju ham gjallë. Në një zonë që njihet si zonë paqësore, si bashkëjetesë. Do më dëgjosh mua dhe vatë vesh miku im në kuptimin e mirë të fjalës. Një ndër arsyet që ne humëm zgjedhën 2021 ishte ngjarja e Elbasanit. Unë kam qenë i pari që kam thënë kolegë mos si tash. Pse? Më fali, do të më beso. Unë miq më të mirë i kam nga Veriu. Sidomos Shkodran. Kam i tuf Shkodran. I tuf. Kam kuksi gjallë shkolla, gjithë kam pas një. Kam dhe nga jugu, po pak krahasu me ato 3 fishe, 4 fishim. Po a di sa fillon njerëzit thoshin? Mos, na u kthym prapë malokët. Pa pushtet çfarë na bëjnë? Imagjino të marrin pushtetin. Është shprehje që çakullon rëndom. Kjo është e tmerrshme. Nuk do të jetë kjo ndarje. Mua më kanë thënë që ai ka qenë djalë shumë i mirë. Nuk ka lidhje ai. Po pra. Nuk ka lidhje ai se ndodhi ajo, nuk e gjykoj fare çastin e gjithë fare absolutisht. E ke të drejtë. Edhe votat që është turpë që po them unë kështu në këtë forme, se votat 450.000 votat, 458.000 kemi në jug votat. Partia Demokratike nga shkumini e poshtë 2021, na kupton. Edhe tani, por një pjesë e elektoratit që lëviz, që kanë ndjeshmëri, grija, nos ky fenomen dhe po i thej do të ha. Siç e thashme sot të Ramas, mbretit, po thashme me humor, me qef, që do të ha zemrën o mbreti im. Po t'ja thush kështu. Po t'ja thush do të ha me seriozitet. Po që do ha, maroj. Ai tjetër hypën e ide si kanibalët e gjujmë grush të shoferit të gjëra të tjera. Ai tjetër me tja rrif në dibër në mënyrë tjetër. Ai tjetër sot e bëjmë si 2021 jume, që du vrasin prap. O e kupton ti çfarë efekti japin këto. Po kaq që ndan të mirën nga të keqja. Aq më tepër në një zonë vendalisht që thotë një tjetrin ku një imazh dhe një ideal. Si ka pason gjyshi jot, gjyshi im gjithë, ose gjysha jote. Gjua rash nuk ka, po rash put. Vërtet. Shëron më vëllai. Dashi, kemi një humbje të Partisë Demokratike që ti e ka parashikuar dhe mua më bëri përshtypje. Ta thash edhe një herë kur e dëgjova. Berisha ndërkohë premton mosnjohje. Kjo mosnjohje do jetë vetëm në rrafshin e mosnjohjes verbale apo mund të kalohet në prakticitet. Në braktisje të parlamentit, e cila do bjerë pastaj një katastrofë siç e prun braktisja e para 4 vjetëve. Të mbajnë burrëzuar. Mbaj për burrëzuar, po pyetjen e drejtove mirë ke pjesa e parë, ke pjesa e fundit gabove. Se nuk e llogarit se i kam thënë disa miqve të mirë gazetarë, që thoshin këto që do jenë kështu listat edhe do jesh ti, thënë gjë. Ti mirë e ke thash.
se ti mendon me një mendje normale, por do të mendosh me mendjen e Flamur Nogës, Albana Voçës, Sali Berishës për probleme. Edhe në këtë rast do të mendosh me mendjen e Sali Berishës. Sali Berisha ka arritur objektivin. I ka 50 që i duan atje për mbrojtje. Që as mos e mendon. Fjalën braktisë e parlamentit gjëra tjetër. E shoh sa qet Berisha është. Po jo zakonisht i qet më thonë. Ai sigurisht do të kishte 60. Edhe do ishte shumë në rregull me 60-ën. Është unë me 7 nisa do thosh ai ëlla. Me 9 shtator, me 7 vete nisa. Deputet. Po kam 50 sot, do kishte 60. Kështu që mos e mendoni këtë lloj gjëje. Mos e skeni asnjë lloj iluzioni. Kto janë thjesht kuadrat e fjalëve, gjithë gjërat tash. Pra, qëllimi, objektivi i Sali Berisha është arritur. Berisha nuk ka merakun që janë demokratët tani, nuk ka merakun që pushteti është në dorë të Edi Ramës, por ka merakun e Koracës mbrojtëse të vetën. Edhe këtë e ka arritur, të jetë në krye, sepse po të ishe Berisha normal, do jepte dorëheqjen automatikisht mas javë, jo sot se do jepte 10 ditë ta që të kryej. Po i duhet me qenë përsëri kryetari i opozitës, mos qenë kryetari i opozitës, ka probleme të tjera që po vazhdojnë. Të drejtësisë, pavarësisht që unë ta kam thonë dhe të këtu dhe e them që hetimi dhe gjykimi dhe çështja e Sali Berishës është politike për shkak të ngritjes së akuzës që është një vendim kolegjial. Dhe nuk i heq pikë presë edhe me ti mendimi, dhe të më kujtosh që në gjykimin ajo çështje do përfundoj keq deri në Strasburg, do më kujtosh. Nëse do hetohej, të gjykohej dhe do akuzohej për fonde publike, për tendra, për koncesion, ishte tjetër gjë plotësisht. Por është për rast tjetër. Kështu që atij duhet kjo gjë. Shkorac mbrojtëse, mbaroj kjo punë. As mos e mendoni këtë gjë. Pse fiton se gjyq këtu thua? Për mua do ta fitoj, nuk kujtosh. Ta fitoj vëlla. Është shumë e vështirë të provosh anën objektive dhe anën subjektive të një vendim kolegjial, se nuk është vendimi nominuar për Dritan Hile për dashturën vëlla. Pavarësisht që përfiton edhe dhëndra e tij, po është për ish pronarët. Kaq mjafton, do të kesh shumë prova të forta. Bashkëpunëtorët e tij, ish ministra që ka bërë presion, që ka bërë, kanë dhënë direktiva, si ka se është hartuar kjo rruga, bravo. Po rruga si është nisur kjo inicimi kësaj VKM, kush ka nisur, është shumë gjëra për po të them. Pavarësisht pse është shumë vështirë për provimin e fajësisë në këtë sepse ta thash elementet anës objektive, anës subjektive që janë dy elemente të thelbësor të një vepre penale.